Shqipëria është bërë sërish objekt diskutimesh në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi ngriti shqetësimin e pastrimit të parave në sektorin e ndërtimit. Kjo e denoncuar tashmë edhe nga mediat më prestigjioze europiane. Ajo që mund të duket si një çështje shqiptare, në të vërtetë është një kërcënim për sigurinë evropiane dhe gazeta gjermane Die Zeit konfirmojnë atë që shumë shqiptarë shohin çdo ditë me sytë e tyre. Shqipëria është kthyer në një qendër kryesore për pastrimin e parave të drogës, duke i shërbyer rrjeteve ndërkombëtare të trafikut, të cilat veprojnë në shumë vende të Bashkimit Evropian. Një nga mediat më të mëdha amerikane, Fox News, vetëm 2 ditë më parë e quajti kryeministrin shqiptar Ramaduro. Sipas Vokshit, pastrimi i parave në ndërtim nuk është vetëm çështje korrupsioni, por kapje totale e shtetit, amnistia e parave të krimit që po pamundson jetesën dhe blerjen e një apartamenti nga shqiptarët. Ka të bëjë me kapjen totale të shtetit shqiptar nga interesat kriminale. Lejet e ndërtimit nuk jepen mbi bazë merite apo tregu, por si shpërblime politike, shpesh për subjekte që nuk kanë as kapitali minimal të nevojshëm. Në shumicën e rasteve, aktorët e vërtet pas këtyre projekteve janë rrjete kriminale dhe personi që i autorizon lejet është vetë kryeministri. Çdo vit miliarda euro në ndërtim, por mbi 40% e apartamenteve në këto ndërtesa janë bosh. Në Tiranë çmimi për metër katror ka kaluar shumë qytetet të Bashkimit Evropian, 3.000, 5.000, tashmë gjenden edhe me 10.000 euro për metër katror. Unë nuk mund t'i përballoj këto apartamente, shqiptarët nuk mund t'i përballojnë. Duke pohuar se ky nuk është më vetëm një shqetësim shqiptar, por edhe për vetë Bashkimin Evropian, Albana Vokshi kërkoi nga Këshilli i Evropës një monitorim të kësaj situate në Shqipëri. I bëj thirrje kësaj asambleje dhe Këshillit të Evropës të veprojnë pa vonesë, të hetojnë origjinën e kapitalit në bumin e ndërtimit në Shqipëri, të shqyrtojnë lidhjet politike kriminale në nivelet më të larta të qeverisë dhe të mbështesin rritjen e ndërgjegjësimit në luftën kundër krimit të organizuar. Vokshi ngriti alarmin se në një kohë që popullsia po plaket, e të rinjt po largohen, e kur vendi kontrollohet nga interesat e krimit dhe drogës, rreziku për një përplasje, destabilitet që mund të cënojë edhe sigurinë e rajonit është gjithmonë evident.